Përshëndetje, në AEDC, krimet të Serbisë në Kosovë, më të prekur nga lufta janë komuna e Skenderajt dhe Gjakovës. Në komunën e Skenderajt nga janari i vitit 1998 deri në 12 qershor 1999 janë vrarë 954 banorë, 217 dëshmorë, 140 të pagjetur, në total 1311. Shkon numri. Në komunën e Gjakovës nga janari i vitit 1998 deri me 12 qershor 1999 janë vrarë 870 banorë, ndërsa dëshmorë kanë rënë 220, të pagjetur 107, në total 1197. Prej përfundimit të luftës deri më sot në Komitetin Ndërkombëtar të Kryqëzit të Kuq dhe Komisioni Qeveritar të Kosovës për persona të zhdukur, sipas kërkesave të familjarëve janë evidentuar 6057 raste të personave të zhdukur, si pasojë e luftës në Kosovë. Fati shumicës prej tyre tashmë është bardhur, por për 1647 persona ende nuk dihet asgjë. Qytetarët e Kosovës gjatë luftës janë përballur edhe me dhunë seksuale, ku numri i viktimave llogaritet të jetë rreth 20.000 vjet. Në mesin e tyre ka gra, burra dhe të mitura.